Islami edukon asketizmin, po jo varfërinë. A ka lidhje mes asketizmit dhe varfërisë? Sigurisht ka lidhje mes asketizmit dhe varfërisë. Por asketizmi është edhe zgjedhje personale, ndërsa varfëria mos jetë zgjedhje personale. S'kam jam i varfër, s'ka mundësi. Jo. Profeti alayhis salam nuk ishte i varfër, ishte asket. Ka dallime të qenit, shumë dallime të mëdha të qenit asket dhe të qenit i varfër. Ne kur lexojmë jetën e profetit duket tamam jetë e një të varfëri, po jo se ishte i varfër profeti alayhis salam. Do thosë se s'kishte mundësi, jo, ishte zgjedhur të ishe asket, mos jetonte me pasuri. Do të thotë që ti pasurinë ta kesh në dorë dhe jo në zemër. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte tregtar. Dhe sahabët e tij më të mëdhenj ishin tregtar. Dhe rëndësishme është që besimtarët të bëhen të pasur, por pasurinë jo ta kenë në zemër, ta kenë në dorë. Dhe kur pasuria nuk kthehet në qëllim të vete, por është mjet dhe i shërben kauzës. I shërben kauzës. Kur i shërben kauzës, atëherë ka pasuri vlerë. A ka musliman këtu në rrethin ton, po themi ne në Shqipëri që janë pasur ka me miliona ka. Po mirë, po ka, pra kemi ne probleme, kemi kështu e kemi ashtu me zor mbledhim lekë, domethënë ka, po sepse problemi është se a e kanë pasurinë ata qëllim vetvete apo kanë diçka dytësore dhe e kanë parësore kauzën e Islamit për të mbështetur fenë.